Edhe në Partinë Demokratike të Kosovës, të cilët insistojnë se Feride Rushiti, njëra prej emrave të nominuar, të kandiduar për lëvizjet vendosje, do duhej të tërhiqej dhe të mos merrte pjesë në këtë maskaradë politike, siç e cilëson PDK-ja lëvizjet e fundit të lëvizjes vendosje në çështjen e presidentit. Deklarim ka patur edhe kryetari i Aleancës për Armiqin e Kosovës, Ramush Haradinaj, i cili po ashtu ka qenë i rrept në kritikat e tij. Ai është deklaruar gjatë ditës në hollin e kuvendit. Do ndjekim shkurtimisht se çka ka thënë ai. Kryetarja Parlamentit edhe ushtrues e tyre e presidentit dje kanë bërë shkelje kushtetuese. Kjo është ngjashme me suprimimin e kushtetutës, e kam krahasuar ata që kanë ndodhur dikur në kalume. Ka është një ngjarje shumë e rrezikshme, një drejtim i rrezikshëm, edhe vërtet ju bëj thirrje që të ndalen, mos vazhdojnë në këtë drejtim. Ruajtja e pushtetit, mbajtja e pushtetit, ardha në pushtet është e mujshme, duke respektuar kushtetutën, duke respektuar demokracinë e vendit. Nëse shkojmë kësaj rrugë të rrezikshme, po na pamundsojmë pra funksionet mbas kushtetutës, edhe nuk na lënë rrugë tjetër përpas që të drejtohemi qytetarëve, sovranit, që të mobilizohemi gjithë të mbrojmë kushtetutën e Kosovës, e kem detyrë, e kem obligim. Unë besoj që sovrani e bën këtë, e ka bërë në çdo etapë të jetës së këtij vendi, kuptohet me veprime që sovrani vetë identifikon, që mund të jenë edhe protesta, edhe veprime tjera dhe përshkallëzime që i vlerëson të nevojshme. Ramush Haradinaj ishte edhe me jashpër duke paralajmëruar se nëse do të tentohet që të vazhdohet me votimin që ka nisur mbrëm në një raund të parë për çështjen e presidentit, do të ketë një përgjigje të sovranit duke mos përjashtuar kështu mundësinë që të ketë edhe protesta qytetare. Ndërkohë që ora është 19:28, 28 minuta prej kur do duhej të niste seanca e thirrur për lëvizjet vendosje e paralajmëruar për kryetares së Parlamentit Albina Haxhiu. Ka shumë pak lëvizje në kuvendin e Kosovës. Ka deputet të pushtetit që tashmë ka nisur të arrinë, ndërkohë që nuk ka asnjë sinjal se kjo seancë është gati të nisë. Ka lëvizje të disa prej deputetëve, shoh atje Donald Alloshin, ishte me Irët Nezir Kraki, me Fail Bajqinovci, Bylbyl Sokoli e disa deputetë të tjerë që tashmë duket se po vinë në numër më të madh, janë duke u grumbulluar tek ulëset e tyre në sallën e seancave plenare, por nuk ka ende sinjal se kjo seancë do të nisë. Të paktën tashmë është me gjysmë ore vonesë, nuk shihet asgjë kundi kryetaria e Parlamentit Albina Haxhiu, e cila pritet ta drejtojë këtë seancë, derisa deputetët vetë se kanë filluar, deputetët e lëvizjeve vendosje duhet të theksuar në vazhdimsi janë vetëm ata të vetëvendosjes në këtë seancë, që deri tani janë duke marrë pjesë, kanë filluar të zënë vendet e tyre. Në ndërkohë që kjo seancë, të tjera seanca janë duke u përcjellë sigurisht në një vëmendje të shtuar edhe prej të gjitha shteteve të cilat kanë ambasadat të akredituara në Kosovë dhe të cilët kanë patur edhe reagimet e tyre në lidhje me këtë proces jashtëzakonisht të rëndësishëm që është çështja e zgjedhjes së presidentit, që në rast se nuk ka një president, një emër për president deri në ora 24 vendi me automatizëm do të shkojnë në zgjedhje, cilat janë të përsëritura në një cikël të vazhdueshëm në Kosovë. Do të kemi duket edhe një deklarim tashmë në kuvendin e Kosovës, e kaloj linjën atje për pak çaste. Zgjedh presidentin e ri të Republikës Kosovës, madje tash së fundmi edhe më e reja, pra kemi thënë që jemi të gatshëm ta tërheqim njërin kandidaturë nëse opozita vlerëson se ka një kandidat, por nëse më pyesni mua, nëse ata s'kan pasur një kandidat deri më tani, s'besoj që do të mund të jenë përcaktuar brenda këtyre 2 orëve të fundit për një emër, dhe jo se nuk e kanë, ose jo se nuk mund ta bëjnë një gjë të tillë, por sepse nuk po duan t'i ofrojnë vendit zgjidhje nëpërmjet votimit për zgjedhur presidentin e ri të Republikës Kosovës, por po duan që ta çojnë vendin në një proces të rizgjedhor, sepse kështu nëpërmjet kësaj ata do ta pamundsojnë punën e qeverisë së Kurti, dhe po besoj që po shpërfaqet mjaftueshëm mirë e qartë që ky është i vetmi qëllim i opozitës që në fakt i tillë pas ka qenë qysh prej vitit të kaluar, sepse 2025 ta bllokat për një arsye të vetme me na çunë zgjedhje të reja, edhe prap tash bllokat tek çështja e presidentit me na dërgu në zgjedhje të reja, pra kjo tregon që opozita as nuk ka qenë dhe as nuk është e gatshme që të kontribuojë në zgjedhjen e presidentit sot. Ndërkohë ju e keni parë mbrëm që ne tashmë e kemi një kandidate e cila është apartiake, zonja Feride Rushiti,
e për cilën s'po besoj që kam nevojë të flas, sepse jam e bindur që gjatë ditës nëpërmjet mediumeve tuaja qytetarët kanë dëgjuar shumë edhe për kontributin dhe biografinë e saj, por e cila dje me vot ka dëshmuar që është e vetmja kandidate deri sot që ka pasur 63 vota të deputetëve në kuvend në rundin e parë të votimit. Pra ne tashmë e kemi një kandidate e cila ka potencialin për të zgjedhur presidente në rast se opozita do të merrte pjesë në seancë. Por bojkoti i opozitës në seancën për zgjedhjen e presidentit tregon që ata janë të interesuar ta shkaktojnë një tjetër dëm të madh për qytetarët e vendit tonë dhe për vendin tonë, duke e rinisur një proces të rizgjedhor dhe nuk janë të gatshëm që të hyjnë aty edhe fundja ta bëjnë punën e vet si deputet, ngrisin dorën për presidentin e ri të Republikës Kosovës. Pra i kanë gjitha mundësit, i kanë gjitha kushtet, nuk e kanë dëshirën. Opozita është mirë. Proces që është poq institucional. Nuk është diçka e re kjo, është diçka që se kemi ndëgjuar vazhdueshëm edhe në 2025. Do të vazhdojmë ta ndëgjojmë edhe tani. Nëse ata kanë dilema të tilla, le të adresohen aty ku është adresa për t'i dërguar këto ankesa e le t'i kthehen përgjigjes cili është kontributi i tyre për zgjedhjen e presidentit të Republikës Kosovës. Kjo është çështja sa di intereson secili qytetar. Faleminderit shumë. Ishte deputetja e Lëvizjes Vendosje Arbresh Kryeziu Hyseni, e cila është deklaruar para mediave në hollin e kuvendit para se të ngjitet për në sallën e seancave plenare. Ajo tha, si zakonisht dhe sikur të gjitha deklarimet e ditëve të fundit të Lëvizjes Vendosje, kryek po t'i lihet faji opozitës, pse nuk po merr pjesë në këtë seancë. Këta vazhdojnë të insistojnë, Lëvizja Vendosje vazhdon të insiston se opozita po don ta çojë vendin në zgjedhje dhe kështu t'i shkaktojë dëm edhe popullit të Kosovës, por edhe buxhetit të Kosovës. Vazhdojnë të insistojnë në emrin e Feride Rushitit si një prej kandidateve të propozuara nga Lëvizja Vendosje për emrin e presidentit. Madje Kryeziu Hyseni insiston se Feride Rushiti me vota që ka marrë në seancën e djeshme është treguar se ka potencial për të bërë presidente e vendit. Në ndërkohë që ka zhvillime edhe në sallën e seancave plenare, atje ku tashmë ka arritur edhe kryeministri Albin Kurti, të gjithë ministrat pak a shumë duket se kanë zënë vendet e tyre, mbase janë edhe konsultat e fundit që po bën para se të nisë kjo seancë krejt e zakonshme që duket se do të nisë edhe kjo me shumë vonesë, asgjë e re, sepse të gjitha seancat e thirrura ka nisur me vonesë. Tashmë jemi 33 minuta pas kohës kur do duhej të niste kjo seancë. Kryeministri Albin Kurti, Glau Konjucën dhe Ardian Golen, të cilët janë duke u konsultuar tek foltorja e kuvendit ku të gjithë kabineti qeveritar tashmë ka zënë vendet e tyre. Nuk e kam të qartë në pamje nëse tashmë ka arritur edhe kryeparlamentare Alblena Agjiu, e cila do ta drejtojë seancën e re, tentativën e re për çështjen e presidentit. Të gjithë deputetët e Lëvizjes Vendosje pak a shumë duket se kanë arritur në sallë dhe kanë zënë vendet e tyre. Nuk dihet nëse do të ketë tashmë një seancë e cila do të nisë në këto momente, derisa tashmë është krejt e qartë që partitë opozitare nuk lëvizin prej qëndrimeve të tyre. Të gjitha partitë opozitare, LDK, PDK, AK, kanë deklaruar se nuk do të marrin pjesë as në këtë seancë, ani pse atyre ju ka bërë thirrje sërish edhe kryeministri Albin Kurti edhe kryeparlamentare Alblena Agjiu, të cilët i kanë ftuar që të marrin pjesë dhe të mos e bojkotojnë këtë seancë. Madje kryeparlamentare Alblena Agjiu ka qenë e ashpër në fjalimin që ka mbajtur sot në kuvend, duke thënë se kjo është një obligim kushtetues dhe një e drejtë, një detyrim që ka ndaj popullit i cili i ka zgjedhur, si të zgjedhur të popullit për të qenë në kuvend, dhe si të tillë do duhet të ishte në këtë sallë të seanca plenare, atje ku do të provohet të zgjidhet presidenti. Të paktën deri tash nuk ka asnjë sinjal se kjo seancë po fillon, anise të gjithë pak a shumë ata që do të marrin pjesë në këtë seancë tashmë duket